Një moment emocionues i sakrificës së atyre qindra mijëra familjeve shqiptare që hapën dyert për shqiptarët e Kosovës gjatë luftës, në kujtesën kolektive të shqiptarëve. Viti 1999 mbetet një plagë e hapur dhe njëkohësisht një dëshmi e solidaritetit të rrallë njerëzor. Ishte koha kur shpërnguljet masive nga Kosova drejt Shqipërisë u bën realitet tragjik për qindra mijëra familje, të cilat lanë pas gjithçka për të shpëtuar jetën nga një luftë e egër që shkatërroi shtëpi, ëndra dhe fëmijëri. Por brenda atij terri pati edhe dritë. Dritë që erdhi nga njerëz të zakonshëm, që hapën dyert e shtëpive dhe zemrat për vëllezërit e tyre kosovar. Një nga ato histori që përfaqëson mirat të tjera është ajo e zonjës Lirie nga Tirana, e cila në pranverën e vitit 1999 mori në duar një vajzë të vogël nga Peja, një fëmijë i panjohur, por që për të do të bëhej sikur të ishte gjaku i saj. E vogla ishte pjesë e një familjeje të madhe që kishte ardhur si refugjate në kryeqytetin shqiptar, të lodhur, të uritur, me sy të mbushur frikë dhe pasiguri. Zonja Lirie nuk hezitoi asnjë çast, ajo e përqafoi atë fëmijë si të ishte mbesa e saj, duke u bërë për të një streh, një preje, një nënë e përkohshme në kohë lufte. Kanë kaluar plot 26 vjet, dhe historia ka shkruar kapituj të rinj për të dyja gratë. E vogla nga Peja ka rritur tashmë ëndrat e saj në paqe, ka ndërtuar jetën e vet, por asnjëherë nuk ka harruar atë grua që e mbajti në krah atëherë kur bota i ishte rrëzuar mbi supe. E sot, historia bëhet përsëri e gjallë, por këtë herë jo mes lotësh dhe zhurmës së bombave, por mes buzëqeshjesh dhe përqafimesh. Zonja Lirie ka udhëtuar drejt Pejës, ku është ritakuar me Melisën, vajzën që dikur ishte një foshnjë në krahët e saj, e sot një grua që mban në zemër një borxh dashurie e mirënjohjeje. Të dyja kanë rikrijuar fotografinë që është bërë në vitin 1999, një imazh që dikur fliste për dhimbje dhe shpresë, e që sot flet për forcën e kujtesës, për ndërlidhjen shpirtërore mes njerëzve dhe për fuqinë e mirësisë së pakushtëzuar. Ky ritakim është ndarë në rrjetet sociale nga vetë Melisa Zekaj, e cila ka prekur zemrat e mira njerëzve me fjalët e saj të sinqerta dhe me emocionin që rrjedh përtej ekranin. Fotografia e postuar, krahas fotos së vjetër, është bërë virale. Brenda saj shfaqet jo vetëm një grua që dikur ndihmoi një fëmijë, por një popull që në atë kohë vuante, qante, por edhe ndante gjithçka që kishte me ata që vinin nga kufiri i dhembjes. Në komente, dhjetëra e dhjetëra qytetarë shqiptar nga të gjitha trevat kanë ndarë historitë e tyre të ngjashme. Një burr nga Shkodra shkruan: "Mbaj mend kur babai im solli në shtëpi një familje nga Gjakova, jetuam të gjithë bashkë për muaj me radhë dhe ndam gjithçka. Ishim të varfër, por zemrat tona ishin të pasura." Ndërsa një grua nga Elbasani kujton: "Isha vetëm 16 vjeç dhe kujdesesha për një djalë të vogël kosovar. Tani ai është mjek dhe më telefonon çdo vit për të më falënderuar." Ky moment i zonjës Lirie dhe Melisës nuk është thjesht një ritakim emocional. Është një akt simbolik që na kujton se solidariteti nuk është fjalë boshe, por një veprim i vërtet, i prekshëm, që jeton në kujtime dhe në jetët që ai ka prekur. Në një kohë kur bota shpesh harrohet në përçarje, ky moment vjen si një kujtesë e bukur e asaj çfarë do të thotë të jesh njeri të japësh pa pritur kthim, të ndihmosh pa pyetur për emër, komb apo besim. Ky ritakim nuk është vetëm një histori mes dy grave. Është historia jonë, historia e Shqipërisë që në vitin 1999 u bë shtëpi për Kosovën. Një popull që ndau bukën, dhomën dhe zemrën, një popull që në mes të varfërisë tregoi një pasuri morale të pamatshme, dhe sot, pas kaq shumë vitesh, ajo vajzë nga Peja dhe ajo grua nga Tirana rikrijuan jo vetëm një foto, por edhe një besim se dashuria nuk shuhet kurrë.